Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Të dashur dëgjues, në këto çaste ju ftojmë që të lutim së bashku lutjen e engjullit të Zot dhe orën e mesme. Në emër të Atit, të Birit, të Shpirtit Shenjtë. Amen. Engjëlli i Zotit ju fal zojës Mari. E ju ngjizi për virtyt të Shpirtit Shenjtë. Të falemi Mari, hir plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fill të vdekjes son. Amen. Ja shërbëtorja e hyjit, u bëft me mua si është fjala jote. Të falemi Mari, hir plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fill të vdekjes son. Amen. E fjala u bë njeri, e banoi ndër ne. Të falemi Mari, hir plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fill të vdekjes son. Amen. Lutu për ne e shenjtja nën e hyjit, të bëhemi të denjë për premtimet e Jezu Krishtit. Të lutemi. Hirin tënd po të lutemi, o Zot, ndikoje në shpirtin ton, që sikurse në lajmërimin e engjëllit, na e zbulove mishërimin e birit tënd Jezu Krishtit, në përmundime e kryq të tij, na udhëheq në lavdinë e ringjalljes, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Po themi një atyën të falemi Mari për shpirtrat të purgatorit. Ati ynë që je në qiell, u shetroftë emrët, ardh mbretëria jote, u bëvd vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fill të vdekjes son. Amen. Jepua, o Zot, pushimin e pasosur, dhe i shndrit drita e pambaruar. Pushofshi në paqe. Amen. Engjëlli i Zotit, që je rojtari im, pasi hyje për mëshirë të vet, më ka lënë në mbrojtjen tënde. Ti sot më shndrit, më mbaj, më ruaj e më sundo. Amen. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, tani po vazhdojmë me orën e mesme. Sot është shtuna pas së mërkurës së përhime. Salmet i marrim nga java e 4 e psalterit. O hyj më eja në ndihmë, o Zot shpejto të më ndihmosh. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Himni. Kur Krishti pati etje, në atë orë që në kryqën gjitën, kush psalterin dit lexoj, etje së drejtësisë ti këndoj. Bashk me etje qoftë uri, për atë që vdiq për ne, edhe mëkati në veri, e virtyti qoftë dëshirë. Bagmi i shpirtit të shenjtë, sot mbi këngë e qeste ndikoft, që zjarin e trupit ta ngri, acarin e shpirtit ngroht. Krishtin dhe Atin ti lusim, shpirtin e Krishtit e të Atit, një vetme e gjithë pushtetshme, Trini, për krah ata që luten. Amen. Antifona.
Unë jam i gjalli, thot Zoti, nuk e dëshiroj vdekjen e mëkatarit, por që ai të kthehet dhe të jetoj. Psalmi 119, pjesa 22. Le të arritë ti o Zot britma ime, më ndriço mendjen sipas fjalës sate. Le të dalë lutja ime para fytyrës sate, më liro ashtu si ma ke dhënë fjalën. Buzët e mia do ta këndojnë këngën e lavdit, sepse ti mi mësove rregulloret e tua. Gjua ime le ta këndoj fjalën tënde, sepse të gjitha urdhërimet e tua janë të drejta. E paça në ndihmë të djathtën tënde, sepse i zgjodha urdhërimet e tua. E dëshiroj shumë o Zot shëlbimin tënd, kënaqësia ime është ligji yt. Do të jetoj shpirti im dhe do të lavdëroj. Në ndihmë do t'i kem gjygjet e tua. U enda poshtë lart, por si delja humbur. Kërkoje shërbëtorin tënd, sepse urdhërimet e tua nuk i kam harruar. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Psalmi 45, dasma e mbretit. Nga zemra më burojnë fjalët e këndshme, këngën time ja kushtoj mbretit, gjuha ime si lapsi i shkruesit të shpejt. Ti je i bukur, më i pashmi ndër bijtë të njerëzve. U zbraz hiri në buzët e tua, prandaj hyi të bekoj për amshim. Ngjeshe shpatën në i o trimi i trimave, vishu me shkëlqim e me madhëri. Për të mbrojtur të vërtetën, butësinë e të drejtën, e të mësoj të bësh emnes e djathta jote. Të mprehta janë shigjetat e tua në zemra të armiqve të mbretit, popujt do të bie në sundimin tënd. Froni yt o hy në shekuj të shekujve, skeptër drejtësie, skeptri i mbretërisë sate. Ti e do drejtsin, ti e urren pa drejtsin, prandaj të shuguroj hyi yt, me vaj gëzimi që mos këndin dër shokët e tu. U vjen era mirë, aloej e ka si petkave të tua. Në pallate ashtë elefanti, harpa të argëtojnë. Bia mbretrish janë në përcjelljen tënde. Në të djathtë të qëndron mbretresha, në ar ofiri e ngrirë. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Pjesa e dytë e Psalmit 45. Më vështro o bi, shih e dëgjo, harroje popullin tënd dhe shtëpinë e babas tënd, atëherë mbretit do t'i pëlqej bukuria jote, ai është zotria yt, nderoje atë. Populli i tirit vjen me dhurata. Për krajen tënde dëshirojnë princat e popullit. E lavdishme është bia e mbretit për brenda, e mbështjell me petkë të qëndisur me ar. Në petka lara ja sjellin mbretit, për cilja saj shoqet e saj vajza. Me hare u prin e me brohuri, ja, po hyn në pallatet e mbretit. Në vend të etërve të tu do t'i kesh fëmijët, do t'i vësh princa mbi mbar dheun. Do të bëj të përmendet emri yt prej breznie në brezni. Prandaj edhe popujt do të lavdërojnë, në mshim e në shekuj të shekujve. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Unë jam i gjalli, thot Zoti, nuk e dëshiroj vdekjen e mëkatarit, por që ai të kthehet dhe të jetoj. Leximi i shkurtër krahaso librin e Isais profet, kapitulli 44, rreshtat 21 dhe 22. Kujtoje këtë gjë, se je shërbëtori im. Unë të kam trajtuar, je shërbëtori im, o Izrael, ti nuk do të më gënjesh. I kam tretur por si ren fajet e tua, por si mjegullen mëkatet e tua. Ktheu tek unë sepse të kam shpërblyer.
Largoje shikimin prej mëkateve të mia. Shlyej të gjitha fajet e mia. Të lutemi. O hyj i gjithëpushtetshëm dhe i amshuar, shikoje me mirësi ligshtin ton, shtrije të djathtën e madhërisë sate e na mbro, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë Hyjin.